Njëri nga operacionet më të gjëra të bastisjes në rajonin e Vushtrisë Niste jetësohet. Specialet kanë rrethuar zonën dhe nuk I lënë asgjë befasisë. Ndërhyrjet në shtëpi pasohen edhe me arrestime në zonat e hapura. Të dyshuarit ashtu siç ishte parashikuar kishin rrezik të arratiseshin. Një I tillë kapet në tentativë për t'i ikur policisë. Në momentin kur njësitë speciale kanë vendosur kontrollin domethënë hapësinë në kupshtin boshtin e shtëpisë këtu është gjeti fshehur domethënë ashtu siç po shifet I dothun ka tentu prap marratizme. Grupi I rrezikshëm ishte gati për t'i pritur forcat e rendit. Ata kishin qenë pjesë e kritikës publike dhe kishin organizuar edhe vrojtime për t'u shmangur organeve të ndjekjes. Policët dhe prokurori shohin nga afër edhe një vend I cili kishte qenë I kamufluar për të vëzhguar rrugën që shpije drejt banimeve të dyshuarve. Kësaj radhe, ndërhyrja ishte e shpejtë dhe nuk I ka lënë mundësi të arratiseshin. E pam që dhe në këtë shtëpi këtu I shkon një vend ku I shpërcjell rruga. Me bindje plot nuk mund e them, por që si e tillë ajo hapësirë në mënyrën se si kish pamjen, mund me alodu që po ajo ka pas një lloj hapësire të caktuar me cilët e ka vëzhguar pjesën e rrugës e cila shpije deri te shtëpiat e tyre. Prandaj mendoj që po ka mujt me pas edhe asnjë lloj realizimi që asnjë lloj objektive ajo.